Fenomeni i zbaticës është vërejtur mëngjesin e kësaj të mërkure në zonën e plazhit të Vjetër në Vlorë. Tërheqja e ujit të detit me mbi 10 metra nga vija e zakonshme e bregut ka bërë që shumë prej varkave të peshkimit të mbeten në cektin. Ky fenomen natyror ndodh periodikisht dhe lidhet me lëvizjen e ujrave detare të ndikuara nga faktorë të ndryshëm natyror. Megjithatë, për peshkatarët lokal, tërheqja e detit ka krijuar vështirësi të përkohshme në daljen për peshkim, pasi atyre u është dashur të presin rikthimin e ujit në nivelin e zakonshëm. Peshkatar, por dhe qytetarë shprehen se një tërheqje e tillë nuk ka ndodhur ndonjëherë në tilla përmasa. Ata tregojnë se dalin çdo ditë për peshkim shëtitje apo për të kaluar kohën në Bregdet, por zbaticë me këtë përmasa nuk është vërejtur shpesh. Unë jam pensionista dhe jam pasion. Për sport. Me grepa të tanë. Që pendise, që 10 vjeç. 77. Ekzistojnë të patica janë të njëjtura këto gjëra. Me këto muara janë të njëjtura. Them unë që unë zonë koca janë sa për sport kështu. Me lutrim, sa jam me grep kështu. Kam pasion. Jo, pa shtëpi, për kaluar orën, për të vrarë kohën. Tash nuk ka se, tash janë shtuar, janë rrymat që spunon kjo ngrohje globale, janë ndikojnë shumë ato, janë ndryshojnë. Kështu gjiri do det, po s'patë det nuk ka pesh këtu. Po unë ja, tash unë kam për sport, ja, tash do dal deri në drek, ja 2-3 orë sa për të humbur që ti ham drek. Për çfarë shërben kjo? Kjo ushqim për peshk. Ne koce, në lutrim. Bëje vogla, janë të vogla sa janë. Ai që ka pasion çdo gjë për mua, çdo gjë që njeriu ka qejf, çdo lloj gjëje, pavarësisht se çfarë bën, se çfarë bën në jetë. Atë që ka qejf, që ka mësuar, ajo është për atë është mirë. Kem parë ndonjëherë ka pasur, po jo në këtë gjendje. Ata të punë kanë për ditë. Se në darkë vjen ujt, në mëngjes ikën. Po zbaticat janë ata ushtallarë që jo ne. është shtrequr goxha, jo është shtreq, po ngequr goxha, shu ka vajtu. Sa distancë nga objektet ka? Thuaj se zonë mëngjes. Ku s'ka ndonjë problem, ndonjë punë, se problem ti ngon keq. Del. Vi. Çore. Vjet edhe si vjet po ndodh. Po deti kur ranë një krah, kur largohet një krah me një krah tjetër. Po ande nga soda. E ke parë ku vajtur? Ku gjën atje hapësirë ikën. Këto dy shëmbërë si që ka bërë dhe Italia, me bandiera guri, 100 metër, 200 metër në thellësi, për të evituar goditjet e dagës. Sa koti e suk kështu do i qizë pallatet në det. Uji i detit është tërhequr këtë të mërkur mbi 10 metra nga niveli i zakonshëm, një fenomen që ka sjellë edhe ngjecjen e varkave të peshkimit dhe vonesa në daljen e peshkatarëve në det.